Ndërkohë nga ana tjetër, OSBE Odiri ka bërë të ditur edhe shkelje që ka pasur në procesin zgjedhor, nisur nga intimidimet ndaj zgjedhësve, por edhe përdorimin e patronazhistëve për të ndikuar tek vota. Ju si mendoni sa ka ndikuar kjo në fitoren e Edi Ramës? Zotri, perëndimi pse flisni kështu me tifozllëk? Jo, s'ka tifozllëk, thjesht për raportit dhe konferencës së mbajtjes OSBE Odiri. Ke gjetë objekt të gabuar, me mua nuk fritet me tifozllëk. Po s'ka ka sondazhe, një minutë, do të dëgjosh tjerë. Ka sondazhe. Sondazhet i kanë bërë ndërkombëtarët, ka dalë ndonjëherë përpara PD-ja. Si do fiton në PD-ja me sondazhet? Ato që kanë sondazhe do dolën. Se do popullet, qanë këto nonsense kështu majtas djathas. Nuk i do populli, duhet iki, nuk e do populli Saliun, duhet iki. Le të bëjnë që duhen të mbajnë. Tjetër, kishët këtë bisedë e mbyllur. Pra ju thoni më shumë se sa një vot për Partinë Socialiste ka qenë një vot kundër për Partinë Demokratike dhe vetë Berishën. Po natyrisht, jo, nuk dolën ata. Jo, ju nuk kanë tikni marrë sot. Jeni gazetari, po nuk kanë tikni. Kishte 40.000 abstenime nga PD-ja. Nuk dolën në kanë zgjedhje. Sa të votonin kundër PD-s, nuk dolën. Po mos dalja në votime është vot kundër, ta dish. Po ata nuk do vinin votonin kundër partisë tyre. Edhe rrezuan Saliun. Do iki Saliu, këtu pyet, do iki Saliu apo jo? Nëse sikën Saliu, do t'ja u marri frymën deri në fund. Tjetër kishit. Po si e shpjegoni këtë natyrë të vetë Berishës, i cili po t'i marrim zgjedhjet në vimësi që prej viteve 90 e më pas ka dalë vazhdimisht duke i kontestuar ato dhe duke mos hequr dorë dhe as për t'u larguar nga drejtimi i Partisë Demokratike. Fjot Saliu, mua më thua. Po duke qenë se ju e njihni më nga afër dhe keni qenë bashkëpunëtor i tij. Është i sëmur. Mendja, zotri, delirante, është sëmundje. Ai mendon që është uvejks botror, ku diu që mendon ai? Ai shikon që s'ka vota, ja të shikojmë si do të justifikoj. Mund të vjedhin 40.000 vota? Mi votën do thot dhe s'jep prava. Mos më merrni, mos më futni mua të ul nivelin e bisedës me një njeri rangall, kupton? Që nuk e do populli. Keshit në një gjë tjetër. Si mendoni, çfarë do të ndodhë në 16 maj dhe si e gjykoni këtë thirrje të Berishës për të protestuar, ndërkohë që në Tiranë do të mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian? Sipas ligjit duhet t'i arrestojnë. Pse? Se është kundër Europës. Europa ka ardhur për të ngritur prestigjin. Saliu t'i thonë ata që drejtojnë, se Saliu nuk është pa drejtuesore. Ju se dini. Drejton anti-shqiptaria Saliu. Ata i kanë thënë prish atë. Të shikojnë, do të arrestojnë. Po ti isha unë do të arrestojnë. Si të prishësh ti një simpozium ndërkombëtar që ngret prestigjin e Shqipërisë. Ja anti-shqiptar, nuk diskutar. vetëm një budallas e kupton. Anti-shqiptarizëm. Po do ta lënë, ku diu. Pra ju mendoni se përveç kontestimit të zgjedhjeve ka dhe një mesazh tjetër që kërkon të jap ndaj vetë Europës? Po natyrisht është kundër tyre. Do t'ju prishi atyre mbledhja. Pse? Kjo të hubi prestigjin e Shqipërisë. Ky është pra, ai është. Po ne e njohim mirë, pastaj neve kemi të dhënat nga perëndimi. Kush është? Çfarë se kapse do merrem me këtë? Kisha pyetje tjetër. Si mendoni çfarë do të ndodh me SPAK-un në 4 vitet e ardhshme në raport me këtë qeveri ku Partia Socialiste do të ketë shumicën? A rrezikon drejtësia e re në këtë rast, pra që mund të ketë një formulë të korrigjimit të saj, apo që mund ta përdorë si mash kryeministri Edi Rama për të goditur kundërshtarët e tij? E para punës njerë duhet të pyesin kush e drejton SPAK-un. Jeni mbrapa me informacion, zotri, si televizion, edhe njëherë. SPAK-u paguhet dhe drejtohet nga Washingtoni, zotri. Ikni sa atje i ka një ekspertët amerikanë, në SPAK. Pas kësaj s'ka më bisedë, të tjerat janë fantazi, janë kotë.
Pra ju mendoni se çfarë do lloj lëvizje që mund të bëj klasa politike kundrejt SPAK-ut, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të veprojnë më një herë për ta mbrojtur. Po, e ka deklaruar Blinken, SPAK-un e drejtojmë ne dhe do t'i heqim korrupsionin. Presidenti amerikan, ish presidenti amerikan, deklaroi, e mbani mend, SPAK-un e drejtojmë ne dhe e kemi ngritur që të eliminojmë korrupsionin në Shqipëri. Mori fundin. Çdo bëj politika amerikane, nëse ky godet SPAK-un, ato nuk e di, do ta presim. Po nuk e bën dot. Nuk godet se do godet SPAK. Që ta arrestojnë Ramën, jeni në vetë asë jeni në vetë, pastaj Rama ka votuar për SPAK-un. Si shkotohet dhe. Po të mos donte Partia Socialiste nuk ngrije SPAK-u, zotri. Do t'jemi realist në bisedë. Edhe ngritë SPAK-un, tani SPAK-u drejtohet nga ndërkombëtar, nga ekspert ndërkombëtar, nuk shkel ligj, pse të shkel ligj? Që jemi normal fare, ata që kanë futur duart të para e popullit i ikin burg. Sa duhet në ata? A mendoni se pas këtyre zgjedhjeve SPAK-u mund të godas element të lartë të politikës shqiptare që mund të ketë dyshime për afera korruptive ndaj tyre, por ndërkohë në këtë listë a mund të përfshihet edhe kryeministri Edi Rama? Ja, ku di unë? Këto janë, kjo zotri quhet hartim. Duhen fakte. Ato e ka SPAK-un dorë, ku di jo. SPAK-u nuk fal askënd. Ta thash kush e drejton, ta thash ekspertët, pa ka fakte do t'i arrestojnë. Nuk më duhet fare më dhe. Ne nuk mund të bëjmë hartime këtu. Unë flas mbi faktet vetëm. Si e shikoni kompozimin e Kuvendit të Ri të Shqipërisë dhe sa do ndikojnë partitë e reja në forcimin e një opozite të reje që mund të bëjnë kundrejt kryeministrit Edi Rama? Ja, opozita është e vdekur. Nuk ka. Është dobët. Shiko votat që. Shumë brapa. Opozitën nuk ka fituar PS-ja. Aq feu. Ka abstenuar Partia Demokratike. A e keni parë votimin? Ka pas 40 e sa mijë njerëz që shkuan në votim. Do më thënë që nuk pranojnë Saliu. Do t'i ke Saliu. Pse e zgjasni muhabetin? Po t'jetë Saliu, këta janë në pushtet. Kush është ai që e do më shumë nga gjithë Saliu? Rama. Ka që s'keni kuptuar? Rama, no, pse? Për në pushtet me të. Po ka të lojë fëmijësh. Do t'iki. Tjetër, kishtë zotri sa dhe unë jam punë. Zotin Gjela, dhe i pyetje tjetër, kush mendoni se mund ta drejtoj Partinë Demokratike tani në vimësi? Nuk dije. Do shikoj, ma është me votë. Kush ka shumicën, dije.